sa i përket ligjit për të huaj, do të është kontradiktor nga se tha që nuk ka bërë asgjë, por që po e zbaton një ligj të para 13 viteve. Kjo, po ndëgjoj, po ky arsyetim nuk qëndron. Po ndëgjoj, po ky arsyetim implikon atë në kontradikta serioze. E para, me që pas ka qenë diçka e mirë që Kurti është 6 vite në pushtet. Pse është dashur edhe 6 vite të jap shenja që nuk e zbaton ligjin? Pse është dashur të pajtohet me jo ligjshmëri, me arbitraritetin, mos zbatimi i ligjit, që na qenë ka diçka e mirë, që 6 vite tregon që qeverisja Albin Kurti ka preferuar arbitraritetin në vend të ligjshmërisë. Dhe me pas ka qenë diçka e mirë, që do është me ordin e saj në pushtet ta zbatoj një gjë. Dhe pse duhet të negociohet, dëgjoj, paradoksi tjetër. Për çfarë sovraniteti tjetër po na flet zoti Kurti, i cili çdo gjë thotë se bën në shtrirje të ligjshmërisë së sovranitetit, atëherë të negociohet me Bashkimin Evropian zbatimin e ligjshmërisë. Cili shtet në botë e negocion zbatimin e ligjshmërisë? Këto janë disa pyetje politike që mendoj që duhet të shtrohet, që ai ka nevojë të japë përgjigje të sakta dhe të bashkë këto pyetje prekim palcën politike. Dhe palcën politike dhe të shihet se sa është koherent në raport me qëndrimet të ndërvite që kanë mbajtur me këto tema. Këto veç po i marr. Kurti në shihet të lëkundur. Po ndëgjoni, do të veç pse duhet të negociohet me BE-n zbatimin e ligjshmërisë. Dhe atë në formë sekrete. Cili shtet normal demokratik e negocion në mënyrë sekrete zbatimin e ligjshmërisë brenda territorit të saj. Këto fakte bin kundërshtim me gjithë pretendimin e tij narrativ se nuk është duke bërë asgjë tjetër, vetëm duke zbatuar ligjshmërinë, dhe ana tjetër do të është përpjekja e tij për të viktimizuar që edhe me këtë veprim sikur se në rastin e manastirit, pronave të manastirit të Deçanit, janë një trashëgimi politike që i kanë mbetur atij në tavolinë dhe se është i kapur për tyre, nuk ka tjetër rrugë pas që ti zbatoj, që ta shfaqsoj vetveten. Pra do të mesazhi që e transmeton nëpërmjet kësaj përgjigje është në këtë drejtim i dyfisht,